Alvarez. Shumë markimi mirë dhe vjen gol i parë. Markim perfekt. Atë që thash më herët të 7 tercia lojtarëve të Shkupit mund të bëj dallimin e këtë bëri Adi Tuni. Minuta 19. Shkupi kalon përpara. Shumë markim i bukur nga Alvarez, nga Majta. Vetëm pak është dashur të prekët topi. Shikoni edhe njerë, korneri shkurtuar, i kthejë topi. Edhe njerë Alvarezit e rregullon të Majtën e tij dhe shikoni tani. Vetëm pak është prek. Si mjafti mirë. Nisë shkojmë tani Thaçi. Markimi Thaçi shumë i mirë, 1-1. 1-1, vetëm 4 minuta apo 3 minuta zgjati. Gëzimi futbollistëve vendas, ka shënuar Albion Ramani. Aksioni i parë i rrezikshëm në mirin e tuar i Ballkanit. Skuadra Ferrandase arrin të barazojë rezultat. Gjithsesi duhet të kërkojë më shumë. Krasniqi niset përpara. Korenica kërkon depërtimin. Meriton Korenica. Ja goditja! Meriton Korenica me super gol. Minuta 67 e ndeshjes, kampioni Kosovës kalon në e përsidhe. Çfarë goli ishte ky? Pikërisht kur po thoja se nuk duhet të ndalet Ballkani.